Gjëja e parë që do me pas parasysh gjatë reflektimit të vitit është mi evidentu sukseset tona, sepse kur i evidentojmë sukseset tona, atëherë vetëvlerësimi dhe fuqia jonë rritet dhe me shiku me qetësi gabimet, vështirësitë që i kem pas, me reflektu, me nxjerrë mësimin prej tyre, në mënyrë që viti i ri me pas një lloj mësimi dhe një lloj entuziazmi çka mundem me bëu më mirë. Reflektimi rrit në esencë vetdijen dhe sa më i vetëdijshëm është njeri, është më në kontakt me veten dhe më në vetë kontroll dhe si arsye vetë kontrollit arrin me menaxhu dhe me jetësu ëndrat e tij më shumë. Dhe reflektimi nxjerr mësime kushtimisht dhe sjell një lloj vetëpërmirësimi për vitin 2026, në këtë rast vitin e ri, dhe sa më shumë që ne nxjerrim mësime, jemi më produktiv dhe më të suksesshëm. Kështu që reflektimi na bën me u vetë zhvillu, pa pas nevojë me përjetu shumë dhimbje që më na u ripërsërit gabimet e vitit kaluar. Kur vjen fundi i vitit, vjen një zile vetdijes dhe kjo na rikujton edhe një herë që na do të mirë i konsideru disa gjëra që ndoshta nuk kanë qenë shumë të mira, na do të mirë reflektu dhe kjo vetdija është sikur na sjell pak dhimbje sepse shpeshherë ndihemi të gjykuar për gabimet që i kena bë dhe automatikisht e kritikojmë veten për mungesën e arritjes së suksesit ose targeteve ose qëllimeve që kena pas brenda vitit dhe kjo sjell një lloj presioni të brendshëm. Por e mirë është që me reflektu për gjërat pozitive, me reflektu për sukseset dhe me u ndikënuar për ato suksese, dhe kjo kish pas me ul stresin pavarësisht dështimeve që ke mujt me pas gjatë vitit kaluar. Padyshim, njeriu është i predispozuar për me i nda vitet edhe me nda jetën në vite dhe automatikisht kjo ndasi na sjell një lloj nevoje për vëmendje brenda vitit dhe kur i kujtojmë vitet, zakonisht i kujtojmë edhe momentet e bukura gjatë viteve, por edhe momentet e trishta. Dhe automatikisht kjo shkakton një lloj ndasie që nëse gjatë këtij viti kena pas një moment të trisht ose një moment lëndimi ose dhimbje më të madhe, mi bë fokus kësaj gjëje dhe vënia fokus e momenteve negative na shkakton dhimbje emocionale dhe mërzi, vujtje dhe për këtë arsye ndodh, si më thon, kjo humbja e motivit dhe entuziazmit.